Mirlin Daku ishte lojtari më i kërkuar i kombëtarës në merkaton e verës së kaluar, kjo pasi kontrata me Rubin Kazanin po shkonte drejt fundit. Megjithatë, në fund përfundoi duke rinovuar me klubin rus deri në vitin 2029. Tashmë është zbuluar se agjencia që menaxhon Dakun po punon për një transferim në Bundesliga. Në elitën e futbollit gjerman e kanë ofruar pikërisht në 3 klube. Emrat janë zbuluar dhe bëhet fjalë për Augsburgun, Mainzin dhe Hamburgun. Për Dakun interesi mbetet i lartë, megjithatë transferimi gjatë merkatos së janarit nuk po shikohet aktualisht si opsion. Vera shikohet si dritarja e duhur e transferimit për t'u larguar. Sulmuesi lindur në Gjilan numëron 35 gola dhe 13 asist në 84 paraqitje me Rubin Kazanin. Fokusi është që të mbyllë me sukses pjesën e mbetur të sezonit dhe më pas të shihet për një transferim në Gjermani.